Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Me emrin e Allahut fillojmë, Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë, e lutim Allahun dhul xhelal me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që këto kuvende t'i bëj kuvende të begata, kuvende ku në to zbret mëshira e Allahut, qetësia, kuvende ku melekët me flatrat e tyre i rrethakojnë dhe kuvende ku Allah subhanahu wa taala na përmend tek ata të cilët janë pranë tij. Gjithashtu e lutim Allahun dhul xhelal që kur të çohemi nga ky vend të çohemi me mëkate të falura. Vëllezër të dashur, secili besimtar gabon dhe i mëkaton Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Mirë po, gabimtari, mëkatari më i mirë është ai i cili kthehet dhe pendohet tek Allah subhanahu wa taala. Mëkati, edhe nëse na duket i vogël, ai lë gjurmë në zemrën e besimtarit. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kur besimtari e bën një mëkat, atëherë në zemrën e tij bëhet një njoll e zezë. Nëse e braktis mëkatin, pendohet dhe kthehet tek Allahu dhul xhelal, atëherë zemra i pastrohet. Mirëpo nëse e pason mëkatin me mëkat, atëherë zemra e tij i nxihet. Kështu që zemra pastaj i errësohet. E ne, inshallah, do të flasim për pasojat tek njeriu, tek besimtari, që vijnë si shkaki i mëkateve dhe si të shpëtojmë nga mëkatet. Njeriu në Allahu dhul xhelal e ka krijuar të atill që bën mëkate. Pra nuk është qenie e pagabueshme. Herë i bindet Allahu dhul xhelal, herë i mëkaton. Pra gjendja e tij është e tillë. Motivet të cilat e nxisin për me bo mirë dhe shkaqet të cilat e nxisin për me bo keq, gjithmonë janë në konflikt. Mirë po Allahu dhul xhelal me mëshirën e tij, me bujarinë e tij, i ka lënë dyert e pendimit, dyert e kthimit tek ai i ka lënë të hapura. Andaj a ka kush kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Ata të cilët pendohen, Allahu dhul xhelal i shpërblen me shpërblime të mëdha. Po edhe ata të cilët bëjnë mëkate, Allahu dhul xhelal ka caktuar vepra përmes të cilave Allahu u alargon, u afshin mëkatet, që inshallah na mëson Allahu derset në vazhdim të shpjegojmë edhe 10 shkaqe që i ka përmendur Ibn Taymija, që na ndihmojnë edhe përmes tyre Allahu dhul xhelal na i fal mëkatet. Atëherë, këto mëkate të cilat i bën robi, a kanë pasoja apo jo? Sigurisht se kanë pasoja. Ne do t'i përmendim disa nga më të rëndësishmet. Pasoja e parë është privimi nga dituria. Privimi nga dituria. Dituria është një nur, një dritë që Allahu dhul xhelal ja jep besimtarit. Mirë po me mëkate, ai mundet me e fik këtë dritë. Dituria është trashëgimia e pejgamberëve. Këtë trashëgimi kush e zotron, kush e trashëgon? Dietarët dhe kërkuesit e diturisë. Për këtë arsye, Allahu dhul xhelal thot: "Wattaqullah wa yuallimukumullah." Jini të devotshëm, friksojeni Allahut, duke i kry urdhrat dhe duke u largu nga ndalesat që Allahu t'ju jap juve dituri. Ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thonë, unë mendoj se njeriu e harron një dituri të cilën e ka pas për shkak të një mëkati të cilin e ban. Pra nëse ke ditë Kur'an e sot nuk din, apo ke ditë do mesele sot nuk i din. Shikoje veten tënde se ndoshta jetë e bo mëkate të cilat kanë bo që me arru diturin cilën e ke pas më parë.
Imam Shafiu është ul para Imam Malikut dhe ka lexu para tij libër. Imam Maliku u habit me zgjuarsinë e tij dhe i ka thonë, po shoh se Allahu ka hedhur dritë mbi zemrën tënde, prandaj mos e fik me errësirën e mëkatit. Pra, atë dritë që ta jep Allahu si shkak i dijes, mund të fiket me mëkate. Andaj secili letëruhet nga mëkatet, qofse dëshiron Allahu t'ia ndriçojë zemrën e tij, t'ia ndriçojë jetën e tij, t'ia ndriçojë varrin e tij dhe t'ia ndriçojë ahiretin e tij. Keni dëgju për imamin e madh, Imam Shafiun, Allah pas mëshiru. Pra, kur e ka lexuar një flet, e ka mësu përmendshme një herë. Një ditë prej ditësh e sheh shputën e këmbës të një gruaje të huaj. Ka qenë një frymë e madhe dhe ju ka zbulu shputa e këmbës. Imam Shafiu s'po mundet me mësu përmendsh. Ata kanë qenë të atill që kur i ka ndodhur një farë problemi, më njerë ka dashur me shëru veten. Jo me vazhdu problemin, mu trash problemi, mirë po, tash ku është defekti, pse s'po mundet me mësu. Dhe shkon mu anku tek mësuesi vet, te Imam Wakiu. Çka i thot Imam Wakiu? I thot që përmirësoje veten sepse ke bërë ndonjë mëkat. Kështu që Imam Shafiu se ka pas art, ka pas talent me shkujt edhe poezi. Thot, shakawtu ila Waki'in su'a hifdhi, fa arshadani ila tarki al-ma'asi, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, wa nuru Allahi la yuhda li 'asi. Wakiut ju ankova se me kujtesën jam keq dhe më këshilloj nga mëkatet dorë të heq. Se dituria është dritë, më tregoi më parë dhe drita e Allahut nuk dhurohet ndër mëkatar. Pra nëse i bën mëkat Allahut, dije se s'ta mundson Allahu me pas dituri, Allahu na rujt. Ibn Taymija ka thonë, Allahu si ndëshkim ndaj disa njerëzve bën që t'u marr uzimin dhe t'u largoj diturinë e dobishme. Pastaj ka lexu fjalën e Allahut Dhul Xhelal, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Kur ata devijuan, edhe Allahu u devijoi zemrat e tyre. Pasojë tjetër e mëkateve është privimi nga risku apo nga furnizimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, robi privohet nga risku për shkak të një mëkati të cilin e bën. Robi privohet nga risku për shkak të një mëkati të cilin e bën. Mëkatari mund të privohet nga një furnizim konkret, nga pasuria, nga pozita e diçka të ngjashme. Apo Allahu Dhul Xhelal ja humb bereqetin e pasurisë së tij. Apo i jep pasuri, mirë po nuk e jep mundësinë që ky të jetë mirënjohës ndaj Allahut dhuruesit të kësaj pasurie. Apo Allahu Dhul Xhelal e privon nga furnizimi kuptimor. Pra nuk e jep mundësinë me kry obligimet që i ka ndaj Allahu Dhul Xhelal apo me kry vepra të pëlqyera mustahabate. Një njeri ka thonë Ebu Sulejman Daraniut, Allah pas mëshiru, nuk e kun fal vitrin mbram. As nuk i kun fal 2 sunet sabahut. Edhe namazin e sabahut nuk e kan fal me xhamat. Çai ka thonë ky dietar? I ka thonë kjo është pasoj e veprave tua, nga se Allahu nuk i bën padrejti robërve të tij. Dhe ka thonë kjo është pasoj e një dëshire e pshore të cilën e ke ndjekur. Që sa kohë si ke fal sabahun me xhamat? Që sa kohë si ke fal vitrin? Apo që sa kohë nuk po i bën disa adhurime të cilat i ke bërë më parë, në fillim të fetarisë tënde? A thuva pse na janë hek këto adhurime të cilat i kemi bërë? Këtë janë pasoje e gjunave, Allahu na rujt. Fudajli ka thonë, nëse nuk jenë gjendje me fal namaz natë,
dhe nuk jenë gjendje me agjeru gjatë ditës, dije se je i privuar dhe i lidhur, të ka lidhur mëkati yt. Plus, kanë treguar dietar tjerë që janë privu ndoshta me vite të tëra nga namazi natës, po shkak të një mëkati të cilin e kanë bërë. Ata e kanë ditë mëkatin, se i kanë gjenë ngjishta mëkatet. Ka thonë, filan mëkatin e kum bë, po më privon Allah nga namazi natës. Filan mëkatin e kum bë, po më privon Allah nga hifzi. Filan mëkatin e kum bë, po më ndodh kështu dhe ashtu. Mirë po, gjendja jon dallon, nga se mëkatet janë të lehta shumë për më botash, edhe i bëjnë faktikisht, domethënë besimtarët mëkatet më shumë se sa gjeneratat e para të muslimanëve. Pasojë tjetër është se mëkati e dobëson në zemër madhështinë dhe respektin ndaj Allahut dhul xhelal. Qofse robi do ta madhëronte dhe do ta respektonte Allahun, nuk do t'i bënte mëkat. La tanzur ila sigari al-ma'siyah, walakin unzur ila 'azamati man asait. Mos shiko se sa e vogël, mos shiko se sa i vogël është mëkati. Mirë po, shikoj madhështinë e atij të cilit po i bën mëkat. Fudajli ka thonë, sa më i vogël të duket mëkati, aq më i madh është tek Allahu. Dhe sa më i madh të duket mëkati, aq më i vogël është tek Allahu subhanahu wa taala. Ndoshta janë dy mëkatar, mirë po dallon. Dikush e bën mëkatin, ndoshta duke madhëru mëkatin, duke e harru që Allah shikon e kështu me radhë. Ky domethënë është më mëkatar se dikush ndoshta që e bën mëkatin, po e din që ja ka thyer domethënë e ka shti shejtani me bëni mëkat të tillë, e din që më njerë ka mu pendu. Pra në varësi se çysh e trajton ky mëkatin, ashtu edhe Allahu dhul xhelal e trajton këtë mëkatar. Andaj, nëse njeriu në zemrën e tij e madhëron Allahun dhe ka respekt për ta, edhe njerëzit e tjerë kanë me madhëru, kanë me respektu dhe kanë me nderu këtë rob në këtë dunja. Andaj, nëse dëshiron me qenë respektuar, respektoj Allahun e lartë madhëruar. Pasojë tjetër është që ndoshta shumica prej besimtarëve binë në këtë pasojë, është mos përjetimi i adhurimit. Mos përjetimi i kënaqësisë së adhurimit. Thot falem, mirë po, nuk po ndjej kënaqësi. Po lexoj Kur'an, mirë po nuk po ndjej kënaqësi. Po bëj dhikr, zemra s'po më qetësohet. Allah ka premtuar se ata të cilët e përmendin Allahun, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. E kjo është pasojë e kujt? Pasojë e mëkateve. Nëse mëkatet i braktisim, atëherë Allah ka më na dhënë atë ëmbëlsinë që secili adhurim e ka në veten e tij. Abdullah ibn Wahbi ka thonë, çdo gjë e këndshme në këtë botë e ka vetëm një kënaqësi, përveç adhurimit i cili ka 3. Kur e kryen adhurimin, kur e kujton që e ke kryer adhurimin, dhe kur e merr shpërblimin për adhurimin të cilin e ke kryer. Mëkati bëhet, ndjen robi kënaqësi të përkohshme, pastaj vuan pasojat e tij. Ndërsa ibadeti kënaqet besimtari duke fal namaz natë. Kënaqet besimtari duke lexuar Kur'an. Kënaqet duke bërë haxhin dhe umrën. Po ashtu kënaqet edhe kur ti kujton këto adhurime. Ndoshta zemrat tona janë ngurcu. Mirë po pyeteni plak që ka kry umrën apo haxhin, ai kur t'ja nis me folje për haxhin dhe për umrën ja nis me kajt. Pse? Kjo është ai imani i tij. Kënaqësia që ka përjetuar duke kry haxhin dhe umrën. Dhe çfarë është kënaqësia dhe shpërblimi në botën tjetër për këto adhurime të cilat i kemi shiju në këtë botë? Allahu dhul xhelal e din, inshallah Allah na mundson që mi përjetu adhurimet dhe me na shpërbly në botën tjetër. Edhe Ibn Kaimi, nxënësi i Ibn Taymiyes, ka treguar që Ibn Taymijen e ka dëgjuar duke thënë se nëse dikush e bën një adhurim
dhe nuk gjen kënaqësi në adhurimin të cilin e kryen, zemra dhe shpirti i tij nuk gjen kënaqësi, atëherë ai duhet me dyshu se këtë adhurim ai ka bë sinqerisht për Allahun apo jo. Nga se nuk ka mundësi Allahu të jetë shekur, falëndërues, mirënjohës dhe ta lajë robën e tij të adhuroj Allahun dhe Allah mos ta shpërblej. Kështu që nëse e kryen një adhurim dhe nuk gjen kënaqësi, dije se adhurimi ka mangësi. Ka mundësi i ki dëshibla të rias, nuk je shumë i sinqert. Do të me ditë vëllezër se lodhjen cilën e përjetojmë gjatë adhurimit, ajo është duket. Mirë po mbetet shpërblimi. Dhe kënaqësinë të cilën e bën robi kur i bën mëkat Allahut, ajo është duket dhe mbetet ndëshkimi për atë mëkat të cilën e ka bërë. Pasojë tjetër është se njerëzit e tjerë kanë pushtet mbi mëkatarin, i hypin krye, siç themi ne. Dikush bën mëkat, s'ka më pozitë. As te gruaja vet, as te punëtorët, as te koqia, as kërkun tjetër. Nga se e ka pështru veten me mëkate, andaj është i pështruar edhe tek të tjerët. Njerin nga të parët tanë, dikush e ka shajt e ka fy, i ka thonë qëllë këshia. Ky se ka kthy. Pse se ka kthy? Ka thonë, o Allah, ma falë mëkatin, për shkak të secilit e ke dërgu këtë person dhe më ka fy mua. E ka di që një mëkat që e kumbo, ma ka qyta që Allah e dikan mua dhe posilët keq me mu. Wa ma asabekum min musibetin fe bima kesebet ejdikum wa ja'fu an këthir. Çfarë do fatkeqësi që i godet, është si pasoj asaj që i keni bo vetë. Por Allahu falë shumë. E sheni pra, selefët e kanë ditë, kur e ka bo një gjëna, e ka ditë pse Allah subhanallahu ja ka çuni dikan me shajt këta, me fyj, apo i ka ndodhur diçka në familjen e tij. Po ashtu të tjerë kanë thonë, evrej, kur i bëjmë mëkat Allah subhanallahu, që gruaja jeme e ka sjellje ndryshe, dhe kafsha ime e ka sjellje ndryshe, dhe makinat tona i kanë sjellje të ndryshe. Pra, kujt i ka shku mendja, ku t'ju prishet kerri, me thonë, mos kumbona e gjëna. Besoj se këto kuptime mungojnë tek ne të gjithë. Allahu na përmirësoft krejtëve. Pasojë tjetër është se mëkati me do mos sjell poshtrim dhe nënçmim. Ndërsa ibadeti dhe nënshtrimi ndaj Allahut sjell pushtet, krenari dhe nderim. Men kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Kush dëshiron pushtet, kush dëshiron krenari, kush dëshiron lavdi, le ta di se lavdia, pushteti, krenaria i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Disa nga të parët tanë të devotshëm kanë bërë lutje, o Allah, më bëj krenar me bindjen ndaj teje dhe mos më pështro me mëkatin ndaj teje. Me bindje ndaj Allahut bësh krenar. Nëse i bën mëkat atij, atëherë dije se do të poshtrohesh. Khattabi ibn Abidi ka treguar se robi e bën një mëkat mes tij dhe Allah subhanahu wa taala. Pastaj shkon te shokët e tij. Atëherë shokët e tij e vrejnë që ky person i ka bën mëkat Allahut subhanahu wa taala. Amo ku me gjithë këta persona sot që e vrejnë që filoni ka bën mëkat. Ndoshta s'ka të tillë, se këtë janë mëkatar. Ose më herët e kanë pa dikan për dietarëve, për talebeve, kur kanë pa, ja ka kujtu Allahun. Sot kush prej nesh ja kujton dikujt Allahun. Me sjelljet tona të mira, me ibadetin ton të madh, të shumë që e bëjmë. Pasojë tjetër është se mëkatet janë shkaqet kryesore që sjellin brenga, mërzi, dëshpërim, ngushtim në zemër.
gjëra të cilat njerëzit sot i përjetojnë dhe ankohen. Thotë që më kanë gushtu dunjaja, kam brenga, kam telashe. I themi, adhuroj Allahun dhul xhelal dhe largoj mëkateve. Nga se si pasojë mëkateve, i ki këto sprova dhe këto telashe. Për këtë arsye, Ibn Xhauzi ka thonë, nuk më ka goditur ndonjë fatkeqësi, breng apo ngushtinë e zemër, veçse për shkak të ndonjë gabimi që unë e di. Saqë ka thonë mund të them se kjo më ka ndodhur për shkak të filan gabimit. Prandaj njeriu duhet i pres gjithmonë pasojat e mëkateve, sepse rrallë shpëton prej tyre dhe duhet të përpiqet për pendim. Ke bënë një mëkat, ndoshta para 10 viteve, po si e pendu. Allah thuish, jem knaq për filan mëkatin të cilin e kam bërë. Kjo nuk ka pendim. Nuk ka pendim. Ka se prej kushteve të pendimit është vendosmëria mos mu kthy në mëkat. Ky leçe ka bu mëkatin. E gjoja se është pendu. Mirë po e tregon me burrni, me krenari në mëkat të poshtër të cilin e ka bo. Allah na ruaj nga këto vese të cilat faktikisht janë të përhapura me të madhe ndoshta tek gjinia e kundërt. Po ashtu Ibn Xhauzi thot, mëkatet janë si një zinxhir rreth qafës së mëkatarit. Dhe askush nuk mund ta çliroj atë prej tyre përveç pendimit edhe istighfarit. Çdo ashtoj pendimin edhe istighfarin prej Allahut subhanahu wa taala. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëj istighfar, është penduar tek Allahu, që Allahu dhul xhelal e ka fal mëkatet e kaluara dhe të ardhmet, atëherë si është puna me ne? Secili prej nesh ti kërkoj falje Allahut dhe të pendohet tek ai dhe të jetë gjithmonë gjuha e tij e lagur me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Një nga pasojat e mëkateve është edhe vetmia shpirtërore e madhe që e mbush zemrën e mëkatarit. Mëkatari e ndjen veten i vetmuar. Mëkatari e ndjen veten se është larg Zotit, larg njerëzve, madje edhe larg vetes vet. Andaj sa më shumë që i shton mëkatet, aq më shumë i forcohet kjo vetmi shpirtërore. Për këtë arsye një poet ka thonë, braktisi mëkatet nëse të kanë sjell vetmi, nëse dëshiron me Zotin të kesh afërsi. Allahu dhul xhelal thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Kushdo që ja kthen shpinën udhëzimit tim, ai do të ketë jetë të mjeruar dhe në ditën e Kiametit do të ringjallet i verbër. Dikush që ja ka kthy shpinën Allahut, ndoshta vishet mirë, ha, pi, i ka në pamjen e jashtme tanat mirat. Mirë po në brendin e tij ka një jetë mjeruar nga se është larg Allahut të madhëruar. Pasojë tjetër është se mëkati e fton mëkatin. Mos mendo që e ke bëni mëkat edhe shpëtove. Jo. Mëkati e fton mëkatin tjetër. Ashtu sikurse ibadeti e fton ibadetin tjetër. Për këtë arsye kanë thënë, vërtet si ndëshkim për mëkatin është një mëkat që vjen pas tij dhe si shpërblim për veprën e mirë është një vepër e mirë që vjen pas saj. Andaj ta zgjedhti. A do me bëj gjunohe të cilat vijnë njëra pas tjetrës, a dëshiron me bëj vepra të mira dhe të bëhesh i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Nga ndëshkimet e mëkateve është se ato e zhdukin bereqetin e jetës së njeriut, bereqetin e riskut, bereqetin e diturisë, bereqetin e adhurimit, në përgjithësi e zhdukin çdo bereqet të fesë dhe të dunjas. S'po kemi shi. S'ki shi se je duke e bërë mëkat Allah subhanahu wa taala. S'po kam bereqet hotë se
po kam të hyra mujore 2.000 euro, mirë po s'kam bereqet. Për shkak të mëkateve. S'po kam lezet kur pe baj një ibadet. Këtë e ki për shkak të mëkateve, Allah na ruaj nga mëkatet. Mëkatarit, si pasojë tjetër është se i vështirësohen punët. Do në me bë diçka, s'u një arrin. I ka do synime, s'u një realizon. Pshka? Këtë kjo për shkak të mëkateve. Allah dhul xhelal thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ati që i friksohet Allahut, Allah i ban rrugdalje nga çdo gjendje dhe situatë dhe furnizon nga nuk e kujton fare. Pra nëse i devotshëm, duke adhuru Allahun, duke i largu mëkateve, Allah ka me të bë zgjidhje. Pasojë tjetër e mëkateve është edhe ngurtësimi i zemrës. E sheh mëkatarin, i folësh fjalë buta, fjalë të Allahut, fjalë të Resulullahut, zemra e tij është e ngurtë, nuk kupton fare, nuk i merr këshillat. E për këtë zemra të ngurta, zjarri i xhenemit është kriju për mishkëria. Për zemrat e ngurta është kriju zjarri i xhenemit për mishkëri. E si t'i zbusim ne zemrat tona? Një fjalë shkurtë ka thonë Imam Ahmedi. Ka thonë duke u ushqyer me halal. Zemrat ngurtësohen me haram dhe bëhen të buta me halal. Andaj secili prej nesh, sidomos në këtë kohë, le të shikojmë mirë se çka po han edhe çka po pin. Pasojë tjetër dhe fundit, sepse janë të shumta, është ekspozimi ndaj hidhrimit dhe zemërimit të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu dhul xhelal: "Wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin." Ndërsa ata që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe shkel kufit e vën prej Allahut dhul xhelal, Allahu e shpije në zjarr, ku do të qëndroj për herë dhe për të ka një dënim pështrues. Atëherë ne si të shkojmë tek dera e shërimit. Kjo arrihet duke i përmendur rrugët dhe mënyrat e shpëtimit nga mëkatet. Këto ishin pasojat, tani ti përmendim edhe mënyrat se si të shpëtojmë nga mëkatet. E para vëllezëni është ndjenja se Allahu dhul xhelal na vëzhgon dhe turpi prej tij. Kur robi e din se Allahu e vëzhgon, atëherë nuk i bën mëkat Allahu subhanahu taala, nga se ka turp, ka marrë prej Allahut subhanahu wa taala. Alam ya'lam anna Allah yara? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Edhe ti thuj vetës, a nuk e di ti se Allahu të sheh? Sa që don me bë mëkat, thuj vetës, a nuk e di ti se Allahu të sheh? A nuk i turp dhe marrë prej Allahut subhanahu taala, i cili ka kriju për madhërua, ti po i bën mëkat Allahu dhul xhelal? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kur një person i ka thonë më këshillo, i ka thonë të këshilloj të kesh turp prej Allahut dhul xhelal, ashtu siç ke turp nga një burr i devotshëm nga populli yt. Po din marrë prej hoxhës, s'po din marrë prej Allahut. Kush është Zoti i hoxhës? Allahu. Kush është më meritor të friksohemi të kemi turp prej tij? Allahu dhul xhelal. Ibn Kaimi thot, kush ka turp nga Allahu kur mëkaton, Allahu do të ketë turp nga ai. Allahu do të ketë turp nga dëshkimi i tij në ditën kur do ta takoj. Ndërsa ai që nuk ka turp nga mëkatimi ndaj Allahut, as Allahu nuk ka turp nga dëshkimi i tij. Pra e shihni se ka vlerë të kemi turp nga Allahu subhanahu wa taala. E dyta, betejë me veten. Xhihadi do të thonë ndaj epshit. Çdo vetja jote, kantja jote, epshi, çtin me bë gjënoa. Mirë po ti duhet me bë luftë me veten tënde, fillimisht me përmisu që pastaj Allah subhanahu taala me të uzu.
walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lamal muhsinin. Ata që luftojnë dhe përpiqen për çështjen tonë, sigurisht se Allah do t'i udhëzojë drejt udhëve tona. Me të vërtetë Allah është me punë mirët. Bano ti i devotshëm, bano mirë, Allah ka më kanë me ty, ka me ti qelë rrugët e pendimit, rrugët e suksesit në jetë, e kështu me radhë. Është thënë se fjala luftim në këtë ajet në kupton me bot durim për me ju bind dhe me ju nështru Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mujahid është ai i cili lufton kundër vetes së tij për me bind që me adhuru Allahun dhul xhelal, ndërsa muhaxhir është ai që largohet nga mëkatet dhe gabimet. E treta është që na ndihmon me i braktisë mëkatet është kërkimi i diturisë së dobishme. Dituria e dobishme e mëson njeriu kush është Allahu dhul xhelal. Njeriu mëson emrat e Allahut, cilësitë e tij. E ku ta din robi se kush është Allahu, si ka mundësi të bëjë mëkat atij. Çka ka thënë Allahu dhul xhelal, inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Për robërve të tij, më shumë të ja kanë frikën Allahut kush? Dietarët, pra ata të cilët kanë dituri. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Ati që Allahu i do mirësi, ja bën të kuptueshme fenë e tij. E nëse dikujt nuk ja bën të kuptueshme fenë e tij, se ka dash Allahu të mirën. Andaj kështu do të thonë, a je duke i ndjek me xhliset e dijes ajo? A je duke lexuar apo jo? A je me xhallar me kërkues të dijes apo jo? Nëse je, Allah të dën të mirën. Nëse s'je, ti do të thonë je duke ja shtru rrugën vetës që Allah subhanahu wa taala mos me ta dash ty hajrin. Mirë po, dituria e vërtetë është, që ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, innamal ilmu khashyatullah. Dija e vërtet është pikërisht frika ndaj Allahut. Nuk është dija, ke vetëm thjesht një uri. I di filan meselet. Dituria e vërtet është ajo e cila të nal mos i bën mëkat Allahut. Për këtë arsye, nëse i ki dy dietar, njëri ka shumë dije, tjetri ka dije, po ka shumë takvallok. Kan do të më pyet. Ka që ka takvallok. Kështu na uzojnë, domethënë selefët tanë. Pse s'ka mundësi e me dhon fetfa ty me ta bot shefin, nga se i friksohet Allahu dhul xhelal. Po ashtu kanë treguar dietar se rezultati, ndikimi i dijes do të patjetër mu shfaq tek robi, sjelljet e tij, të folurit e tij, qëndrimin e tij, raportet e tij me të tjerët, nëse dëshiron të aman dituri të dobishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë? Kërkoni nga Allahu dije të dobishme dhe kërkoni mbrojtje të ruaj nga dija e padobishme. Pra kemi dy lloje diturish. Dituri e cila është e dobishme që të afron tek Allahu, dhe dituri e cila nuk është e dobishme, po të largon prej Allahut subhanahu taala. Çfarë tjetër është? Vazhdimësia në vepra të mira. Nëse robi në vazhdimësi bën vepra të mira, atëherë inshallah do të ketë edhe përfundim të mirë, do të jetë më afër Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu dhul xhelal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu i forcon besimtarët me fjalën e qëndrueshme, fjalën la ilaha illallah, në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Katadja ka thënë se përket jetës së kësaj bote, Allah i forcon ata duke bë vepra të mira dhe vepra të dobishme. Vazhdimësia për me bë vepra të mira është traditë e kujt? Traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aisha ka treguar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bën një punë, e ka nisur me bën një punë, e ka bën atëherë në vazhdimësi. Kur e ka zonë gjumi, pa u fal, apo ka qenë i sëmur, pa u fal natën është fjala, i ka fal 12 rekate gjatë ditës. I tillë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të tillë edhe ne duhet të jemi që duam të ndjekim udhëzimin e tij. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat më të dashura tek Allahu janë ato të vazhdueshmet edhe nëse janë të pakta. Pse kështu? Nga se vepra e vazhdueshme të
të lidhur me Allahun, të man afër Allahut, je gjithmonë duke përmend Allahun subhanahu wa ta'ala. Shkak tjetër është lutja, ky ibadet i lehtë, të cilin shumë e neglizhojnë. Me lutë Allahun, me t'i fal mëkatet të cilat i ke bo. Me lutë Allahun, me të bo stabil në fenë e tij. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi i zemrave, forco ma zemrën në fenë tënde. Po ashtu, për shkaqeve është që të ruhemi nga përfundimi i keq apo vdekja në gjendje mëkati. Kur robi e kujton që ka mundësi duke i bërë mëkat Allahut, mjar vdekja në mënyrë të befasishme, atëherë ndalet. Nga se ashtu si vdesim, ashtu si jetojmë, ashtu do të vdesim. Ashtu si vdesim, do të ringjallemi para Allahut dhul xhelal. Allah na rujt njeriu me vdek duke i bë mëkat Allahut dhul xhelal. E si vallë do më thonë, çka është ty njerin me vdek në një gjendje të keqe, në një gjendje duke i bë mëkat Allahut, kjo për shkak të një mëkati të msheft që ka pas mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Andaj secili prej nesh le të ruhet nga mëkatet e mshefta mes tij dhe Allahut, nga se janë ndër faktorët kryesor për përfundim të keq. Dhe kundërta, secili prej nesh le të shton ibadete të mshefta mes tij dhe Allahut, nga se janë prej faktorëve kryesor për stabilitet në fe dhe për përfundim të mirë. Gjithashtu për shkaqeve është njohja e fryteve dhe dobive të lënies së mëkatit. Dobit e kësaj janë të shumta, ne po i përmendim një 3 prej tyre dhe po e përfundojmë. Për mirësive të Allahut ndaj robit është se nëse ai synon me bën një mëkat, mirë po nuk e bën mëkatin për hir të Allahut subhanahu wa taala, ai shpërblehet për një gjë të tillë, siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, fitimi i shpërblimit dhe zëvendësimit nga Allahu dhul xhelal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do ta lash asnjë vepër, domethënë të keqe për hir të Allahut, veçse Allah ka më ta zëvendësuar me një më të mirë. Besoj se secili prej nesh e kemi ndonjë rast të tillë, ose e njohim dikant që e ka lënë diçka për hir të Allahut dhe ka zëvendësuar Allah me diçka më të mirë. Dikush po më pyet a bën me punu në filan firmë e cila është kundër muslimanëve. I thash nuk bën me punu. Edhe mori këshillën time, ai vëlla, dhe pas një jave tha, hoxh, Allah shpërbleft, ma ka zëvendësuar Allahu me një punë më të mirë, një punë ku punon aty rrogën më të mirë, edhe ma dërgoj një mesxhit aty për ata, domethënë punëtorët në atë vend ku punojnë. Allahu dhul xhelal në këtë dunja po ta zëvendëson. Po çka është ai zëvendësimi në botën tjetër? Tjetra është shpërblimi i mirë nga Allahu subhanahu wa taala. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Kush i friksohet qëndrimit para Allahut dhul xhelal, para Zotit të tij, për të janë 2 xhenete. Mujahidi ka thonë, është fjala për atë njeri i cili dëshiron me bë mëkat, mirë po e kujton qëndrimin para Allahut dhul xhelal, kështu që nalë dhe nuk i bën mëkat Allahut subhanahu wa taala. Me 2 xhenete është për qëllim njëri për tyre është shpërblim për lënien e ndalesave, tjetri është shpërblim për kryerjen e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun dhul xhelal na i fal mëkatet dhe na jap përfundim të mirë. Lutem Allahun dhul xhelal të shpërblej për mirëdëgjimin. Inshallah takohemi edhe herave tjera. Walhamdulillahi rabbil alamin.